Kryetaria Komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila ka pritur zëvendës kryeministrin e Kosovës dhe ministri i administrimit të pushtetit lokal Slobodan Petrović. Gjatë këtij takimi, kryetaria dhe ministri Petrović kanë biseduar për bashkëpunimin e ndërsjellë për një numër të projekteve, si dhe për bashkërendimin e procedurave mes qeverisë lokale dhe Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. Kryetaria ka thënë se u bisedua edhe për mundësinë e realizimit të një numri të projekteve e që kërkohet një mbështetje nga Ministria përkatëse. Ne informova edhe zëvendës kryeministrin për përgatitjet që jemi duke i bërë për konferencën e donatorëve. Natyrisht se si zëvendës kryeministër dhe ministër do të jetë dhe shpresojmë që do të ketë mundësinë të jetë edhe prezent, po gjithsesi përfaqësues të ministrisë. Për ne është i rëndësishëm bashkërendimi edhe i vendimeve që ne i marrim si komunë me Ministrinë e Pushtetit Lokal. Si kryetare e re e komunës, natyrisht se kemi pas një bashkëpunim të afërt deri më tash në një mori vendimeve, por gjithashtu dëshiroj ta falenderoj edhe ministrin edhe sekretarin që kanë qenë shumë afër nesh në proces të konstituimit të qeverisjes lokale, por gjithashtu edhe me dhënien e informatave dhe për krahje deri në ditën ku jemi sot. Në këtë takim është cekur edhe mundësia e kthimit të atyre që kanë shprehur vullnet të vinë përsëri në Gjakov, por jo edhe ata që janë të implikuar në krime. Ndërkaq, ministri Petrović kur foli për librat kadastral, tha se ky proces ka filluar të implementohet dhe se si i tillë po realizohet në bazë të marrëveshjes dhe bisedimeve në Bruksel. Është një interes i veçantë që kryetare së komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila, si e vetmja femër kryetare e një komune në Kosovë, t'i japin përkraje si nga ana ministrisë, por edhe nga qeveria e Kosovës. Këto dy institucionet e nivelit qendror do t'jenë afër Gjakovës për një bashkëpunim të gjitha fushat që sjellin sukses. Procesi i kthimit të librave kadastral do të përfundojë brenda disa javëve dhe është pjesë e bisedimeve në Bruksel. Ne biseduam edhe për çështjet e kthimit të zhvendosurve dhe bashkëpunimet në projekte të ndryshme për qeverisje më të mirë lokale. Nga ana tjetër, kryetaria Kusari Lila ka potencuar se zhvillimi ekonomik është i domosdoshëm dhe ky zhvillim që kërkojmë nuk bëhet për një etni, por për të gjithë qytetarët që jetojnë në këtë komunë dhe për ata që shprehin vullnetin të kthehen në Gjakov.